Dhe që si vjet jeni 444 studentë të ekselencës dhe të programeve prioritare kombëtare do të mbështeten financiarisht nga Ministria e Arsimit dhe Agjencia Kombëtare e Financimit të Arsimit të Lartë përmes përjashtimit nga tarifat e studimit dhe njëkohësisht me pagën minimale prej 50.000 lekë në muaj për vitin akademik 2025-2026. Ministri i Arsimit Mirela Kumbaro u shpreh se ky vit akademik shënon kulmin e kësaj politike. Për vitin akademik 2025-2026 janë 424 studentë që përfitojnë nga kjo skem financimi. Në vitin akademik 2022-2023 kishim vetëm 160 studentë të cilët përfituan nga kjo skem mbështetje. Kemi pra rritje të mbështetjes, po edhe rritje të cilësisë, edhe rritje të numrit të guximtarëve që më pëlqen t'i quaj. Nga këta 444 që kemi si vjet, 166 janë student të ekselencës, plotësisht e merituar, dhe 278 janë student që kanë zgjedhur të ndjekin studimet në degët prioritare. Thirrja për mbështetjen financiare për studentët ekselentë dhe ata të programeve prioritare mbulohet nga buxheti i Ministrisë së Arsimit për arsimin e lartë, i cili në vitin 2026 është 185 milion euro, më i larti në vlerë nominale. Përmes këtij buxheti mbulohen gjithashtu bursat për 12.000 studentë nga shtresat sociale në nevojë, sigurohet përjashtim ose reduktimi i tarifave për 41.000 studentë të institucioneve publike të arsimit të lartë, si dhe mbështetet skema e kreditimit studentor, përmes të cilës qeveria mbulon deri në 5% të normës së interesit të kredisë.